Tani është edhe një pyetje tjetër, a mundet të kemi një procedim penal brenda prokurorisë së posaçme në rast se ajo prokurori nuk ka marrë mjetet e mjaftueshme për parandalimin e akerimit? Kush e bën këtë hetim? Vetë prokuroria heton veten e vet. Dhe vetë prokuroria mund të procedojë veten e saj për prokuror apo zyrtar administratën e saj të procedohet për shkelje. Kemi këtë garanci. Se unë e di që këto sulme që i thatë më përpara, kështu policia amerikane dhe këto të raste të tilla, këto janë proceduar dhe ka raste të cilët janë paseguarve. Po në rastin tonë, pse doli deklarimi dhe tha që ne nuk kemi parë që kemi punojës tanë të përfshirë në këtë rast. Pra, del një deklarat pa u hetuar, duke paragjykuar dhe duke dalë në konkluzion. Si ju duket kjo? E drejt ju duket juve? Pra mua nuk më duket e drejt, mua më duket pikërisht një lojë. Dhe kjo loja ka të bëjë pikërisht me këtë që ne nuk bërëm asnjë iniciativë këtë muajin mars për të bërë arrestime, për arsye sepse ishim të goditur. Tani kur ky institucion nuk ka bën arrestim apo nuk bën procedura hetimore dhe mjafton vetëm sepse është goditur nga një ndërhyrje të padrejtë, çfarë nuk kupton për ju kjo? Për mua nuk kupton lojë dhe nuk kupton një strategji tjetër që do të heqë vëmendjen nga ajo çfarë është procedimi dhe arrestimet e tjera të mundshme. Se unë jam fare pikërisht me këto dakurësia arrestim fut në përburgje dhe pastaj marrin pafajësi. Kjo është një lojë shumë e qartë, nuk ka të bëjë fare absolutisht me ajo që ju shikoni një deklarat dhe më fal, pse duhet të dilte nga një portal ky informacion dhe pastaj të reagonte prokuroria posaçme. Lindin shumë pyetje. Dhe pasi doli në një emision televiziv, doli sot një deklarat që jemi sulmuar. Pranohet fakti konkret i sulmit, nga rezultati i deklaratës tregohet që nuk kemi të bëjmë me një sulm kaq shumë të rënd, po ishte pjesërisht një sulm dhe ne bërëm 2 arrestime që të plotësonin praktikisht statistikën. Pra të themi që kemi arrestuar 2 veta. E kuptoni në cilën gjendje jemi sot ne? Pra institucioni që besohet nga shqiptarët thotë që jam sulmuar. A besoni që është sulmuar, ka ndodhur sulm? Nuk e besojnë që është sulmuar. Po kemi 2 të arrestuar. Asgjë nuk besojnë që është sulmuar. Po nuk e besoj këtë gjë. Sulmi është vetë një intrig e brendshme brenda prokurorisë. Kaq di unë. Po pse duhet të jetë një intrig kur ke 2 veta që janë prapa hequra? Sepse Velia ju arrestu në shkurt, në mars duhet ishin arrestuar të tjerë. Në këtë muaj që flasim duhet arrestojnë të tjerë. Përderisa ata duan edhe plotësojnë statistika. Dhe jo se kanë qenë këta të këqij, pra kanë bërë këta ndërhyrje këta 2 persona. Kanë bërë ndërhyrje këta 2 persona dhe ne do ta marrim të mirëqenë që ka ndodhur fakti konkret kriminal. Fakti provohet nga gjykata. Dhe spaku ka vetëm një punë të prodhoj statistika. Arrestimi nuk më thot mua asgjë. Dhe pse në një rast konkret që jemi në muajin mars nuk doli ky lajm? Dhe të dali tani në fillim të këtij muaji. Dhe pse duhet gjatë kësaj kohe 2 gazetar, njëri e pranoi publikisht, një tjetër akoma nuk dihet kush është, që i ka dërguar atit të dhëna hetimore ose PDF në varë çfarë i ka dërguar dhe përveç kësaj i ka dërguar edhe një shkres, një urdhër që të ndalohet publikimi i të dhënave që ju kanë dërguar në mënyrë të padrejtë, në mënyrë të palishme. A është lojë kjo? Kjo është lojë. Për mua nuk quhet. S'është ligjore që një prokuror t'i kërkoj një gazetari një urdhër ndalimi në raport. Nuk është ligjore, po pse duhet ta bëjë një prokuror këtë? Se jemi në Republikë prokurorësh, domethënë. Dosjet janë akoma në hetim. Edhe një herë po ju them, gazetari nuk ndalohet të publikojë. Në Shqipëri është parë kjo gjë. Në një vend kur ke humbur destinacionin e demokracisë dhe zhvillimin, ndalon gazetarët të kryejnë detyrën, konverton korrupsionin për shifra. Vetëm në Shqipëri ndodh kjo gjë. Pra kemi humbur destinacionin e dur të pavarësisë së punës. Dhe madje pavarësia në gjyqësor dhe liria në media.
Media nuk është e pavarur, është e lirë të kryej punën e vet për të pasqyruar të vërtetën. I pavarur për vendimarrje është prokurori, po i nënshtrohet ligjit. Po jo media i nënshtrohet ligjit. Kemi arritur në kulmin që media do t'i nënshtrohet ligjit për shkak se prokurorët bën lojë me fashikuj. Është shumë e qartë kjo gjë. Do rast tjetër, rasti e fashikujt të Ilir Metës doli për 24 orë, doli të gjithë kanë marrë fashikullin e Ilir Metës. Rasti fashikujt të Sali Berishës brenda 8 orëve të gjithë kanë marrë. Fashikullin e Erion Velis me zorë kërkon djathtas majtas. Se merr dot. Fashikullin e Ilir Beqet nuk e gjejmë dot. E kuptoni ku jemi. Pra, do të thotë që aty ku dashkemi të nxjerrim diçka dilka dhe aty ku nuk është bërë diçka, pra nuk duhet të dali, duhet të ndalohet gazetari për të publikuar. E kuptoni ku jemi? Pra jemi në një situatë që ju si gazetar duhet i nënshtroheni urdhrave, jo ligjit, urdhrave të një prokurorit, i cili qartësi thot dështova për të mbrojtur sistemin tim brenda prokurorisë. Asnjërs do thotë që kemi dështuar. Të gjithë thotë jemi në punën e mbarë se po bëjmë punën tonë. Për të bindur qytetarët shqiptarë, çfarë të bindin qytetarët shqiptarë? Për të bindur për arrestime? Për të bindur qytetarët shqiptarë që i arrestojnë në mes të rrugës për statistika? E pat ju rastin tjetër, rasti skandal? Nga komunikimet ishte kapur një person tjetër brenda në burg nga Spaku për përgjigje të Skyt. I tha falje publike dikush një person që është kapur kot nga agentët e BKH-s nga Spaku? Para 3 muajsh ka dalë një rast dhe nuk u tham as i vend, që përsëri personat të i kalimin e afatit të paraburgimit nuk u gjet asnjë provë nga ana e prokurorisë. Çfarë ja hakeruan? U futën në mënyrë të padrejtë. Këto t'i japin tek ata të cilët akoma sa punën e djathtit nuk i bën dot të ndarje, dallimi midis tyre. Kush është produktiv dhe kush është që të çon në spital për zhbllokim. Tani duhet kem parasysh diçka. Kur një prokurori sulmohet me kaq shumë mbështetje financiare, është e papranueshme justifikimi që ka ndodhur në shtete të tjera. A ka ndodhur tek ju? Po, dërheqet. Shkarkimet me njëherë nga puna. Se në rast se sot ju që jeni amator dhe goditeni në këtë forme, nesër do marri iniciativë një tjetër më profesionist dhe do t'i bëj hatanat atyre brenda. Pastaj çfarë do të themi ne? Justifikojmë rastin sepse jemi goditur para 2 viteve, u goditëm para 1 muaji dhe tani po u goditëm përsëri. Nuk ka fajtor. Prandaj ajo çfarë është bërë me Spakun është bërë një hata kushtetuese që asnjë institucion nga jashtë nuk mund të hetojë çfarë bën brenda në Spak. Kemi lejuar një pavarësi absolute e padrejtë nga ana ligjore, që një prokuror të urdhërojë gazetarin të thotë do bësh kështu si them unë. Me urdhër, jo me ligj. Ligji është gjë tjetër. Me urdhër, urdhri nuk është ligj. Se në anën normative, urdhri nuk llogaritet kur ligji të jep ty përparësi si gazetar të bësh detyrën tënde. Po për shkak se është e tillë strukturuar ligji, të bën që ti si gazetar ti nënshtrohesh një urdhri të padrejtë. Dhe derisa të përfitosh ti të drejtat e tua. Dhe mos haro rastin tjetër, rasti Qynë. Fitoi të drejtat e tij. U revokua masa e sigurisë. Por në fazën e parë ju a bllokuan të gjitha. U desh që të bënte përpjekje dhe ai ishte një sulm, një ndërhyrje pa drejtë në punën e një gazetari, nuk merret me rastin e tij si individ. Po një gazetari flas. Edhe ju merrni të mirëqen që e ka goditur institucioni mirë financuar me justifikimin që shiko çka ka ndodhur në vendet e tjera? Jo. Unë mendoj që jemi pikërisht në një lojë, nuk e di kujt i shërben qartazi, politikisht në aspektin e përgjithshëm politik, por mendoj se jemi drejt një sulmi të brendshëm që ka të bëjë me pjesëtar
Partinë Socialiste dhe grupe rivale brenda saj.